E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na mundëson që t'i kalojmë këta ditë së bashku duke mësuar nga feja Allahut Azza wa Jall, duke mësuar nga libri Allahut Azza wa Jall dhe duke vazhduar nën serialin e ligjëratave tregimet më të bukura, tregimet e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Sot vëllezër të nderuar, do të marrim për një të dërguar për një pejgamber I cili është pejgamber specifik. Pejgamber që ka histori shumë interesante. Pejgamber që ndoshta shumë pak flitet për këtë pejgamber të Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala këtë pejgamber e ka cekën vetëm në 2 ajete me një surën Maryam. Ku Allahu Azza wa Jall thot: "Wadhkur fil kitabi Idris." Përkujto o Muhammed Idrisin. Innehu kana siddiqan nabiyyan. Ishte I sinqert pejgamber. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dhe ne kemi ngrit në një pozitë shumë të lartë, thot Allahu Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala prej 124.000 pejgamberve, prej 315 dhe rësul që u ka dhënë në libra, prej tyre I ka përmendur në Kur'an vetëm 25 me emra. E tjerat nuk janë përmend me emër. Allahu Azza wa Jall e përmendi Idrisin a.s. dhe e regjistroi në librin e tij dhe I tha Muhamedit a.s. "Wadhkur fil kitab", përkujtoje, përmendje o Muhammed në librin, në Kur'anin që do të jetë mrekulli deri në ditën e Kiametit, Idrisin. Për 25 pejgamberve, para se të him të flasim për pejgambert e Allahut që janë cekur 25 në Kur'an, kush janë këta 25 që janë cekur në Kur'an? Dhe ku janë dërgu këta pejgamber të 25 në Kur'an? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se Allahu Azza wa Jall I ka përmendur 25 pejgamber në Kur'an. 6 prej tyre janë në gadishullin arabik. Gadishulli arabik apo Gjezirat el Arabie, që është në gjuhën arabe, prej Yemen deri në kufit e Shamit konsiderohet këtë kjo pjesë e madhe hin me Saudien, me Kuvajtin, me shumë do shtete hin gadishulli arabik. Në këtë gadishull apo në këtë vend I ka dërguar Allahu Azza wa Jall 6 pejgamber. Pastaj në Irak I ka dërguar Allahu Azza wa Jall 4 pejgamber. Në Sham I ka dërguar 12 pejgamber. E në Egjipt I ka dërguar 3 pejgamber. Kush mund apo kush din pejgamber që janë dërguar nga dishullin arabik për juve? Do të thonë kur thuhet nga dishullin arabik, do të thonë me origjinë janë arab. Kush di ta përmendet dhe një objektive? Nga dishullin arabik janë dërguar 6 pejgamber, që janë konë arab dhe që kanë folë arabisht. Njonin që e kena ne, pejgamber, është pejgamberi a.s. Vish mu me ren, I pari është Ademi a.s. I pari është Ademi a.s. I diti Salih a.s. Salihu o konë arab. Pastaj Shuaibi. Tjetër I pari që ka fillu Ibrahim a.s. Sokon arab. Sokon arab. Ka folë gjuhën Sirianie vjetër. Ismail a.s. Ismail a.s. Tjetër dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të thot I pari Ademi, I dyti Hudi, I treti Salihu, I katërti Shuaibi, I pesti Ismaili dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam se loze e me prejardhe e me është nga prej Ismailit alayhi salatu wassalam. Në Irak, kush janë konë në Irak? A din ndonjë dhe një pejgamber që ka qenë në Irak? E përmende një pejgamber, Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. o konë në Irak. Tjetër Nuhi a.s. Qashtu, bravo. Nuhi a.s. Tjetër edhe 2 kanë betë.
Junusi a.s. edhe Idrisi, këtë pejgamber që kena me folën sot, do më thonë edhe ki o kom për pejgamberve që e ka dërgu Allahu azza wa jall në Irak. Pastaj janë 12 në Sham, edhe shumë jo toka e pejgamberve. Allahu ka dërgu shumë pejgamber, mirë po pe ative pejgamberve që i ka përmend Allahu në Kur'an janë 12. Do më thonë për 25-ve 12 që janë përmend në Kur'an janë prej Shamit. Një prej tyre Ishaku, i dyti Jakubi, i treti Ejubi, Dhulkifl, Daudi, Sulejmani, Ilias, Elisa, Zekeria, Jahja dhe i fundit pejgamberi i cili ka qenë Sham është Isa a.s. Isa a.s. Po, në Egjipt 3 pejgamber. Kush i përmend? Ha? Musa a.s. 1, Haruni vllai 2, edhe Jusufi a.s. Po. Edhe Jusufi a.s. do më thonë janë 3 pejgamber të cilët janë dërguar në Egjipt, apo kanë qenë do më thonë pejgamber në Egjipt. Vendi do më thonë qenka në Irak që është dërgu. Në çfarë kohë është dërgu ki pejgamber Idrisi a.s. Është dërgu kur Ademi a.s. i ka pas 600 vjet. Edhe ka qenën nipi i 7 i Ademit a.s. Idrisi. Kur e ka dërgu Allahu azza wa jall si pejgamber e ka dërgua kur i ka pas 40 vjet. E të gjithë pejgamberët, zakoni të gjithë pejgamberëve Allah i ka dërguar 40 vjet kur i kanë bën. Edhe kjo është ajo që thënë mosha e pjekurisë. E përmend Allahu azza wa jall me një ajet tjetër çka thotë: "Walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana", kur e arriti moshën e pjekurisë dhe ai kur i bëri 40 vjet. Do të thonë 40 vjet apo 40 vjet është mosha e pjekurisë që të gjithë pejgamberët Allahu azza wa jall i ka dërguar në 40 vjet. Ndoshta ja u ka bo me dije se Isa a.s. ka me qenë pejgamber pi ndjep, mirë po pi vogël pi ndjep si ka thirr njerëzit. Jo është veçuri Isa a.s. Kurse përgjithësi pejgamberët janë domethënë janë dërguar në 40 vjet. Subhanallahu, pse është quajtur Idris? Emri pse Idris? Idris është në gjuhën arabe deres e jedrusut, që mëson. Ders, pi fjalës ders, Idris, njeri cili shumë e ka dash dijen, shumë ka mësu, i pari, thot pejgamberi a.s. që ka shkrujt me laps, është Idrisi a.s. I pari që ka mësu pi Ademit a.s. prej shpallës Ademit a.s. dhe prej shpallës kujna, Shith. I dyti pejgamber mas që tregum në ligjëratën e kaluar, i cili ka qenë një prej djemve të Ademit a.s. ka mësuar prej Ademit a.s. dhe ka mësu prej Shithit. Ademi a.s. i ka pas 600 vjet në atë kohë, e Shithi ka pas 400 vjet. Prej të dyve ka mësu edhe i pari, i cili ka shkruajtur me penë. Edhe thojnë dietarët se krejt shpërblimet çka i ka sot bota, shkrimi dhe leximi është për këtij pejgamberit të madh i cili është Idrisi a.s. I pari që ka shkruajt me laps, i pari që ka shkruajt libër, fletushka dhe libër i ka shkruajt me dorën e vet, edhe i pari pejgamber i cili ka qenë robaqeps. Deri para Idrisit, njerëzit janë mbulu me lëkura, pjesë. Ama tesha sikur që sot që i kemi me dizajn të ndreqt, i pari dizajneri teshave që për me mblu trupin dhe me që mu duk pamje të bukur, e ka bo i pari kush? Idrisi a.s. Thot për mësëm, i pari ka shkujt me laps, i pari ka qenë roba qeps që i ka nxjerr modelet e para për t'i vesh njerëzit teshat në atë kohë, i pari i cili ka bo davet në popull tjetër. Dhe më thonë, Ademi a.s. kur janë shpërndo djemët e ti, ne kena tregu në dersën e kalum se Kabili ka qenë ai i cili e ka bo një krim të madh dhe e ka mbit vllaun e vet Habilin dhe pastaj ka fillue pas arsit e ti të rebelohen dhe kanë qenë shumë të rebelum ndaj njerëzve dhe kanë bo fesad, kanë marrë nga cilësia e babës së tyre që ka qenë domethënë i dhunshëm dhe ata kanë fillu dhunën dhe kanë fillu domethënë kanë qenë të zbrapsur në moralin dhe ahlakin e tyre, e Zoti e ka thënë kanë Idrisin a.s. me i thirr ata në fe.
Thot dhe i pari është Idris a.s. i cili e ka bëhe luftën në rrugt të Allahut xhihadin. I pari që ka dalë me shpat, rrugt të Allahut me luftu, ka qenë Idrisi. I pari që ka bo emigrim për hir të Allahut, hijret, që e ka bo hijretin, që e cekna, që e ka bo pejgamberi a.s. prej në Mekën Medine, i pari që ka bo hijret, ka bo prej Irakit në Egjipt, o konën kush? Idrisi a.s. Ashtë cilësi, sa që edhe çështën e astrologjisë, çështën e mësimit yjeve, të hanës, diellit dhe sot çka është astrologjia, i pari që i ka ditë mësimet e astrologjisë ka qenë Idrisi a.s. Edhe siç do ta shohim, atë shumë i ka dhënë dijes, do të thotë përparësi, atë shumë ka shku çdo vend më mësu njerëzive mësimin, më mësu njerëzive shkrimin, më mësu njerëzive leximin dhe ja u ka mësu njerëzive 72 gjuha. Çka pejgamberi Allahut se krejt sot dituria çka shkruan njerëzit, çka mësojnë njerëzit, çka lexojnë njerëzit, i shkojnë sevapët shpërblimet të Idrisit a.s. i pari i cili e ka kap lapsin dorë dhe ka shkruajt. Dhe çka është më interesant se i pari i cili ka filluar të zbuloje shkronjat, normal me inspirimin ndaj Allahut, me inspirimin prej Allahut, ka filluar ai të shkruajë edhe këtë fjalët edhe shpallat e pejgamberëve se deri te Ademi a.s. dhe te Shithi ka qenë direkt prej Allahut azza wa jall, dhe ata e kanë mbajtur mend atë mesazhin që ka thënë Allahu azza wa jall. Mirë po s'kan shkruajtur dhe s'kan lexuar. I pari që ka shkruajtur dhe ka lexuar është kush? Është Idrisi alayhi salam. Po ashtu Idris a.s. është stacionuar pari herë në Babil. Babili ku është, e dini? Babil ose Babilioni në Irak. Në Irak. Çka do të thonë Babil? Babil është në gjuhën suriani, thuhet e vjetër, apo në gjuhën e hebrejve, i cili e ka për qëllim një lum i ëmbël. E në arabisht është Ufrat. E Ufrati, do të thonë lumi i cili gjendet ku? Që gjendet në Irak. Adhbun Furatun. Zoti ka përmend adhb i ëmbël Furatun. Do të thonë e ka për çket qëllim. E këtu në Babil, edhe e dini ngjarja më e njohur është edhe që është e përmend në Kur'an është që sihrin që ka filluar sihri më bosht, do të thonë këtë vend i cili është Babil, po ta cekna radha të tjera me lenin Allahu azza wa jall. I pari i cili ka fillu me thurë geografien. E ka donë tokën në 4 pjesë, prej 4 pjesë, atë 4 pjesë që ne ka donë në 4 pjesë tjera, dhe në gjdo pjesë e ka vendosë në ka një mbret musliman që me udheq atë tokë atë vend. Kush e ka bo këtë? Idrisi a.s. Dhe thamë se u ka mësu njerëzive 72 gjuna për vendet e botës. Edhe gjdo gjuhën që e ka folë, ja ka mësue shkrimin edhe leximin që të arun gjuhën e vetë. Dhe më thonë, Idrisa a.s. Pra të dikush gjuhën Shqipe, se rujnë shqiptar gjuhën Shqipe, hoxhallarët nuk e rujnë gjuhën Shqipe, nuk janë ka... Jo, ne kina obligim me rujtën kombin, me rujtën gjuhën, me rujtën fejen, sa është prej caktimi, prej kaderit, Allah me të falë të shqiptar, me folë Shqip, me shkruaj Shqip, me rujt identitetin ta, nëse ti e ndron, atër nuk jem pajtim me kaderi, me caktimin e Allahut. E Allahu i ka dërgu që këta pejgamber, me na rujt njeve gjuhën, me na rujt njeve shkrimin, me na mësu njeve, qka? Njohurit e botës këtu shkencës që sot njerëzit, do më thonë, mundojnë vazhdimisht me i hulumtue. Allahu azza wa jalla thotë: "Wadhkur fil kitabi Idris." Përmendje, përkujtoje o Muhammed këtë pejgamber të Allahut i cili është Idrisi. Çka Idrisi ka pas edhe fjalë shumë të urta. Mirë, po pse është një kohë shumë e lashtë, i është rrit diçka, i kum përmend di fjalë që i ka thonë për fjalëve të urta, ka thonë mos e xhelozo njeriu për një mirësi nga mirësitë e Allahut, sepse ajo mirësia që ja ka dhënë Zoti do ta shfrytëzon një kohë shumë të shkurtër dhe pastaj do ta braktisë, do ta lënë. Sën ka me mujt me marrë me vete dhe me marrë në xhenet. Edhe është një dhuntia e pa Allahu dukujna, është një kohë e caktume, ndoshta e ka për sprove dhe mos e xhelozo sa e ka çat dhunti, mirë pa ajo dhuntia është një kohë caktume dhe pastaj do ta lënë, do ta braktisë atë të cilët e kanë nga mirësitë që ka dhënë Allahu azza wa jall. Dhe ka thonë nuk bashkohen
dashuria e dunjojës dhe dashuria e ahiretit. Ai që është asket në dunjo, i mbushur zemra me dashurinë e ahiretit, e ai që është i mbushur me dashurinë e dunjosh, bëhet asket në ahiretit, do të thonë shumë pak i intereson çështja e ahiretit. Domthon këto i ka thonë di fjalë i ka thonë të urta. Allahu azza wa jall po e thej thot wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan. Pse e ka thirr siddiqan? Edhe ka thonë nebije, i sinqert edhe nebije. Do më thonë, a ka pejgamber i cili nuk është i sinqert? Këtë pejgamberët e Allahut janë sinqert. Mirë po dietarët e tefsirit kanë thonë këtu siddiqan është ai i cili ja beson dhe ja vërteton mesazhin e atij pejgamberit që ka kaluar para tij. Vërtetues i mesazhit të Ademit a.s. dhe të Shithit. Dhe më thonë, wadhkur fil kitabi Idris, përkujtoj Idrisin, sa ai ka qenën që e ka vërtetu shpalljen, a thamë që i ka shkrujt, ka marë shpallje pe Ademit a.s. dhe prej kujt, dhe prej Shithit, e ka thonë, e vërteton pejgamberllokun ative, dhe është një pejgamber i lartë, një pejgamber i ngritur, me ngritje shumë të lartë. Qish ndodh, pse Zoti e ka përmend Kur'an thotë është ngrit shumë lart. E ka një ngjarje interesante që si ka ndodh asnjë njeri dhe nuk do t'i ndodh asnjë njeri deri në ditën e Kiametit. I vetmi njerë në rrezullin toksor, për Ademi a.s. deri te njeri i fundit nuk ka diçka me këtë specifik që është dallue Idris a.s. Çfarë specifike? Thot aq shumë që e ka dash njohurinë, që e ka dash diturinë, Zoti e ka ngrit aq lart këtë person. Çdo kush ka e ka mësu shkrimin, çdo kush ka e ka mësu leximin, çdo kush ka i ka mësue astronominë, edhe i pari është i cili e ka shkruajt matematikën me plus, minus, herë, pjesëtim. I pari është Idris a.s. Thot edhe kur kanë filluar njerëzit me përfitu nga dituria e Idris a.s. Allahu nga mëshira dhe nga dashuria dhe rahmeti ndaj këtij pejgamberit, thot e ka bot çdo njoni çka ban punë të mira në tokë, ti regjistrohen peshorën e veprave të mira edhe Idrisit. E kur melekti kanë ngrit veprat tek Allahu azza xhela kanë pasë veprat gjigante, veprat e ketë njerëzive në atë kohë, në rrezullin toksor çka janë konën, i kanë shku shpërblimet Idrisit pa u mungu ative mirë, po edhe kje ka pas shpërblimin e vetë, edhe shpërblimin e çdo kujna, derisa thot dietarët edhe shpërblimin e sot që janë njerëzit dietarë, shkencëtar, çka përfitojnë i shkojnë atij shpërblimi se u koni pari që e ka nisni punë të hajrit. Para ta thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruhu wa ajru man amila biha, kush e bën një vepër të mirë, do të ketë shpërblimin e vet dhe shpërblimin e krejt njerëzit që kanë me punu çat veprën e mirë që e ka bëu ai veprën e mirë. I thot një ditë melekit, para më njëri kur e shef që i ka dhënë Zoti mirësi, edhe ka qef t'i shtojë mirësit, i thot një melekit, a ka mundësi një ditë prej ditëve të marrësh mu, të mhipish në qiell në lartë, e unë të takoj melekul mautin, e ti të bohësh, do më thonë, ndërmjetësus mes mu dhe melekul mautit, e ndërmjetësoj që të ma shton pak afatin, mos ma merr shpirtin, po të ma zgjatë pak, kanë thonë pse, ka thonë të bëj punë dhe Allah ma shumë, ma të mira që të përfitojnë njerëzit dhe të kenë shpërblime dhe ma tepër. E një ditë për ditëve të ki me lek, e merr me veti dhe hip në 400 qiell. Në 400 qiell. Kur e hip në 400 qiell, thot e takon melekul mautin 400 qiell. E i thot ki meleki, thot kush o me ti, thot me mu është, thot Idrisi. Thot e shka kërkon, thot në 400 qiell, thot e ku marrën du me ndërmjetësue të këti dhe të Zoti që mja ashtue imrin këti personi. Thot imri këti u ka sos, imri këti u ka kri, dhe ja merë thot shpirtin qiellin e 4. I vetmi njerë, kret njerëzit në rrezullin toksor, do të ndrojnë një dhe kanë me ndrujet në tokë. I vetmi i cili do të kanë ndrujet në qiellna, në 400 qiell, a para me not pin tokë, deri të pari në qiell i ka 500 vite udhtim, pastaj ka derë për muha, për me hipti i dyti qiell 500 vjet, e 500 vjet, e në 400 qiell dhe ka marrë Allahu azza wa jalla shpirtin, për ata thot, wa rafa'nahu makanan aliyan, e ngritë me një pozitë shumë të lartë, që nuk kishte hip asnjë krijesë me marrë shpirtin deri në atë kohë, sikur që ishte konë, do të thonë Idrisi alayhi salam. E dietarët kanë thonën,
Qysh ka hip ki, a ka hipën vetëm shpirti i tij nalt? Do të thonë, a shpirti ju ka ngritën në katërtin qiell? Jo, kjo nuk është dëni veçori. Se krejt musliman që vdesin, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ngritën deri 7 qiell shpirti. Pastaj do të thonë lëshohet. Nuk ka dëni specifik. Tjetër që kanë thonë, a është ngrit me trup edhe me shpirt? Po është ngrit edhe me trup edhe me shpirt. Edhe çka e vërteton këta? E vërteton ajeti dhe vërteton se pejgamberi alayhis salam është ngrit mbi 7 kat qiell me trup edhe me shpirt edhe u kthi. Edhe Isa alayhis salam është ngritën me trup edhe me shpirt dhe do të kthehet në kohën kur Allahu azza wa jalla ka caktuar. E kanë thonë në çka? Kanë thonë se kjo është ngrit edhe me trup edhe me shpirt, domethënë në qiellin e katërt. Pse sa Allahu azza wa jalla thot ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-sahil yarfa'u, ai fjala e Zotit ngritet lart. Është interesant dietarët thonë kështu. Çdo njeri që ka fol, fjalë, e fsheh, folën, e nxjerr fjalën. Çajo fjalë kanë thonë nuk hub. Ajo fjalë mbetet. Domethënë mos mendo se fjalën që e ki nxjerr ka me hub. Patjetër ka regjistruar dukund ajo fjala jote. Pse sa Allahu thot ilayhi yas'adu al-kalim. Tek Allahu ngritet fjala. Wal 'amalu salih yarfa'u, dhe veprat e mira e ngritin njerin të lart. Domethënë çdo fjalë çka e fol, çka del, vetëm sa është e regjistruar. Për ata njerëz nëse më tepër bën dhikr, më tepër lexon Kur'an, më tepër bën fjalë të mira, i ngritën fjalët e mira te Allahu dhe me çato fjalët e mira pastaj peshon veprat dhe ngritën veprat tek Allahu subhanahu wa taala. E dikush ka thonë se ky ka bëu çaq vepra të mira, Allahu ka thonë e kena ngritën shumë larket me veprat e mëdha që ka bëu, se ka bëu vepra dhe tjetër kanë bëu vepra, shpërblimin e veprave të atij që i ka bëu dhe bashkë ka ngrit, domethënë Allahu azza wa jall. E dikush tjetër ka thonë jo, Allahu azza wa jall e ka ngritën, domethënë këtë person aq lart pi toke, domethënë deri në 400 qiell. Mirë, po çka kanë thonë, ka diçka që ja ngrit dikush edhe më lart. Kanë thonë ajo çka e ka ngritur është në xhenet. Pse? Se xheneti është më i larti prej kretëve. A e dini ku e ka vendin xheneti, ku xhinët? Ku e ka gjeografinë, vendin xheneti? Mbi 7 kat qiell në Sidratul Muntaha, nën arshin e Allahut. Mes arshit Allahut, domethënë nën arshin e Allahut dhe qiellit 7, mes saj në Sidratul Muntaha, hiel gjennetul ma'wa, thot Allahu. Aty është Sidratul Muntaha, aty është xheneti ma'wa, është xheneti i Allahut azza wa jalla. Domethënë, pejgamberi alayhis salatu wasallam ka mbri deri ku? Ka mbri Sidratul Muntaha, ka thonë çka ishte Sidratul Muntaha? Ishte një pemë e madhe gjigante, vesh ato gjethat e saj kishte si vesh të elefantit dhe prej aty rrjedhin lumet. Domethënë Sidratul Muntaha. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka rip Sidratul Muntaha. E ka thonë xheneti është më lart, Allahu wa rafa'nahu makanan aliyah, kena ngrit këtë pejgamber, domethënë në xhenet në grada të larta, se edhe në xheneti ka grada të larta, një prej tyre, domethënë një xheneti i cili ka treguar se një shkallë në xhenet është sa prej qiellit deri në tokë. Domethënë prej në tokë deri në qiell i ka 500 vite. Aq është një gradë në xhenet, se në xhenet ka grada. Allah i ka ngritën grada të larta. Çka do të thonë ajet Allahu? Yerfa illahu alladhina amanu minkum, Allahu i ngrit besimtar për juve sipas besimit, walladhina utul ilma darajat, dhe atyre që është dhënë Allahu ditorinë në grada të larta. E një gradë kanë thonë sa mes qiellit edhe tokës i ka 500 vjet udhtim, vetëm një gradë në xhenet. E sa grada të tjera domethënë e Allahu azza wa jalla ka ngritur thotë shumë lart. I cili i pari me ilmu ka dallu, i pari që i ka shkrujtën, i pari i cili ka qenë prej bive të Ademit alayhis salatu wassalam, i cili ka qenë pejgamberi i dallum, ka qenë i gjashti apo i shtati, do të thotë nip, edhe ka qenë babgjyshi i tret i Nuhut alayhis salam. Domethënë ki ka qenë stërgjyshi i treti gjysh i pejgamberit Nuh alayhis salam që do ta marrë në vim. I pari i cili ka bo hijret, ka shku në Misër, dhe Allahu azza wa jalla ja ka marrë shpirtin në qiellin e parë tokës. Pse Zoti e ka përmend këtë në Kur'an, edhe na ka treguar neve që këtë gjuhë se u ka ngrit në qiell, edhe këtë ka vërtetuar dhe hadithi Muhamedit alayhis salatu wassalam në Miraç, se kur ka hip në qiellin e parë ka pa Ademin alayhis salam, kur ka hip në qiellin e dytë ka pa Isën edhe Jahjan. Çka janë Isa dhe Jahja? Isa dhe Jahja, çka janë? Ha?
Po, djemtezi. Po, bravo, djemtezi. Ti treti, kush është? Thot Jusufi a.s. Kur ka hip pejgamberi me ka pa Jusufin. Të katërtin, thot e kum pa Idrisin. Të pestin, Harunin. Gjashtin, Musën a.s. Shtatin, Ibrahimin a.s. E pejgamberi ka hip mbi 7 katë si dhe të lëmën ta. E thot, pse i ka cek Allahu këta? Me na tregu se tash, në shekullin 21, duke u lavdru jo besimtarët se kina hip në hanë. Ose duke ushtot kujni be u musliman balon tokë, njerëz kanë hip në hanë be. Njerëzit kanë hip në hanë, hanë shumë nga tokës. A disa nga të është? Në krahasim me 500 vjetë udhëtim. Para meno, Allahu du të me dhënë ti imër 500 vjetë udhëtojsh, jo pin lindje, 500 vjetë dhe shtë udhëtojsh, e deri sa të nishte i pari qilë, e ku është i diti qilë 500, e i treti 500 i kote, të më thonë, ti duen 2000 vjetë ti të mrish deri atje ku ka mrija i pejgamberi Allah, ku ka mrija i muslimani atje. Allah azhajal ka dashur na tregu neve se që kanë mri besimtar të është Isa a.s. i cili ka mri në qiell, është një i cili ka shku në qiell dhe është duke ndet në qiell, alon në qiell është ai. Ai ki po këta astronomat kur hipin nalt, ishe me krijet e poshtë, së ndretohen, ka përkome, e ka hu baraspeshën, frima, thot, kur ka ardhën, them, o konë spital, e tu i dhonë oksigjen, se ka njën konë të mplasë mushkrite, me gjitha to aparatat, me sene, së në ka hangër, e në tonë, këton, du me thonë, para më në, shumë pak, para me ndoj e ti, a i ka mrit 500, ku këto asë që muj me paramenue që me mri atje. Me kalzu muslimanve se nëse ashtu, musliman pejgamber të Allahut ka hipën para kretve, edhe na kanë tregu neve astronomien, edhe na kanë tregu neve shkrimin edhe leximin, edhe na kanë tregu neve se çka ka në qiell, edhe na kanë tregu kjo hapësira e qiellit, na kanë tregu se sa ka distanca dhe ka këtë, mos kisht qenë shpalli Allahut azhajal kur deri në 1 miliard vjet me na pazon Allahu iman nëse kishim hip nalt edhe kursin i kishim ditë çto gjona. To na ka mësu kush? Na ka mësu Allahu azhajal shpallën, na ka mësu këto pejgamber te Allahut subhanahu wa taala. Pra, një prej dobive të mëdha çka e marrim te kjo ngjarje është se Allahu azhajal na ka treguar se edhe mujni me hip edhe mbi qiell, siç ka ardhur edhe në surën Rahman. Ka thonën, illa bi sultan, fanfudhu, la tanfudhuna illa bi sultan. Ju mujni me hip në qiellna, por nuk mujni me hip vetëm se me një fuqi. E shkenca është që kadal njeri me mençurinë e tij mundet me kriju diçka që me hip edhe më lart. Derisa don Allah. E kjo na tregon se kur dikush të lavdrohet se është astronom ose ka qenë pejgamber të Allahut, na kanë treguar detale që ata nuk i kanë treguar hiç. Edhe kanë shpesh herë ka rrejna mesin e këtive. Hip njëri thot ka hip non, thot është vendi shumë i mirë, pjellor, kena me mbjell, e ne kena mi upru grupi pi hane. Delin ato tjerë të gjithë që janë kundërshtar me këtë, thot, as tokë pjellore nuk është e thot, as pik ujë s'ka s'bonët kur gjohën atje. Me kallëzu si këte janë të zbulu diçka se këto shkojnë me dur shpras vinë, veç i bëjnë do salta, a gjithë vinë dhe poshtë. Me të kallëzu se pejgamber se ka pa meleke, ka pa dyre, ka pa xhenete, ka pa lumeje, du më thonë gjona që kur mendja sta ka, vetëm se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka me yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha thot Allah, ai nuk fol nga mendja vet, ai flet çdo sen çka i shpallet prej Allahut azza wa jall dhe ata çka e ka të vërtet, çka e përmeni. Udhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan, i sinqert, edhe nebijen, edhe pejgamberi i Allahut, wa rafa'nahu makanan aliyya, kena ngrit në gradë të larta. Allahu i shpërblet deri në takimin tjetër. Allahu na shtoft diturinë, edhe na bëv dietar të dijes të fesë islame dhe ta ndjekim me dituri, edhe të ngadhënjim ndaj atyre të tjerëve të cilët neve na shesin se kanë dituri. Allahu e di më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.